Ndaj dhe ne, si koalicion, kemi një program me të cilin në mënyrën më të vendosur 100 ditë të para nxjerrim çdo shqiptar nga varfëria e skajshme. Në Shqipëri nuk do ketë pas 100 ditësh asnjë shqiptar që jeton në varfëri të skajshme. Dhe kjo realizohet duke vendosur minimum jetik. 200 euro për çdo shqiptar. Në punë, pa punë, çfarë do që tjetë, por që merr më pak se 200 euro. $560.000 pensionistë marrin sot një pension nga 60 në 172 euro, që të gjithë do marrin 200 euro pas 100 ditësh. Rrogat e ulta nuk do ketë rrogë të ultë në 500 euro. Pensionistët dhe rrogultit do kenë kartën e konsumatorit, me të cilën do blejnë bukën, vajin, sheqerin, mishin dhe të gjitha produktet e jetës bazë. 20% në lirë se të tjerë do u kthehen 450 euro në vit me kartë e konsumatorit. Do ulim çmimin e energjisë në 7 lekë. Do ulim naftën qindark për qindark sa që është e Kosovë dhe Maqedoni. Javën e parë taksa Rama hidhet të dri. S'do paguani kur më ju. Taks për të ardhur në Tiranë. Dhe jo 1 po 2.